Profesor Palen e dëmtuar Zvegjinin Mbra. Përshëndetje, Miramo. Zvegjini, ju jeni avokat i Pales e dëmtuar, si është klienti juaj? Po, klienti im të cilën e përfaqësoj, domethënë është në gjendje të rëndë shëndetësore, sepse ka marrë fraktura të rënda të goditjeve nga grushtat të cilat i ka goditur polici në fjalë. Polici tani më është i ditur nga ana e autoriteteve dhe është i ndaluar. Ai për një kundërvajtje fare të thjeshtë ka shfrytzuar rastin që ta abuzojë me detyrën dhe ta kishtatoj personin, duke shkaktuar fraktura, duke lënduar vetëm se ka shqiptuar një gjop, gjë që është diçka e papranueshme se po të shifën foton dhe po të shifën gjendja shëndetësore e Sefer Fetaj, të cilën e përfaqësoj unë, është në gjendje të mrekullueshme dhe unë sot e përshëndes veprimin e Inspektoratit të Policisë dhe prokurisë përkatëse, sepse tani policia është i ndaluar dhe pritet që të dilet nesër në seancë paraburgimit, por duhet ditur se është një politikë që duhet ndaluar policë e rishës të cilët po rekrutohen në gjithë qytetet e Kosovës, por sidomos në Prizren, nuk janë të trajnuar dhe gjithmonë kur kemi raste të kundërvajtjeve për një gjop fare të thjeshtë, ai qytetar ndoshta i mllëfosi i tendosur mund ta fletë në fjalë, po ai nuk i jepet e drejta që ta sulmojë brutalisht. Në këtë rast klienti im është sulmuar, është goditur dhe po të shifën pamjet në gjendje mrekullueshme, ai ka pasur lëndime të rënda trupore dhe kjo është alarm dhe e përshëndes veprimin e Inspektoratit Policor, të cilën policin e ka suspenduar dhe tani është në mas ndalimit dhe kjo është duhet të jetë mësim edhe për policë të tjerë, por jemi duke pritur nesër se çfarë do të ndodhë dhe të shikojmë se a do të vendoset masa paraburgimit policit. Por e përshëndesim veprimin e Inspektoratit se polici tani është i suspenduar dhe është një veprim i paprecedent dhe kjo mënyrë e vullgare e të sulmuar në mënyrë brutale një qytetare vetëm e vetëm se është gjobitur për një kundërvajtje, sepse tani na sigurisht në ditën e vijim dhe juve klani do t'ju pajisim me kamerat të ngjarjes në një vend të qytetit se si policia e merr guxime dhe e sulmon brutalisht një qytetar. Ai është rast i paprecedent, sepse duhet ditur në Amerikë ke të drejtë në vendet perëndimore të konfrontosh me policën në mënyrë verbale, por jo policia ta ketë drejtën ta shfrytëzojë dhe ta abuzojë me pushtetin dhe ta sulmojë qytetarin në mënyrë më të vrasë të mundshme. Por, zotë Gjini, a i keni parë filmimet kamerat e ngjarjes? Po, e kena parë kamerat, ato kamerat janë tash në fazë tetime, gjenden tek prokuria përkatëse dhe sigurisht në ditën e vijim edhe mediat dhe sigurisht ju do të pajisni dhe do të shihni në çfarë mënyre dhe çfarë goditje ka marrë qytetari të cilin e përfaqësoj unë. Dhe kjo duhet të jetë alarm për institucionin sepse një policë të abuzojë me detyrën dhe të sjellë me grushta në formë më brutale të mundshme dhe të shkaktojë fraktura të rënda, gjë që tani pritet që klienti im qytetari të operohet sepse ka fraktura dhe thymje në faqe. Kjo është alarm. Dhe unë është prej shqetësimit dhe indignatës se si sot disa policë të ri ende pa trajnuar dhe të dalin detyrë dhe të abuzojnë me detyrën dhe për teket personale të sulmojnë qytetarin, kjo është një rast i papacitat. Jo, kur për pyesa e keni parë kamerat, mos ka qenë forca në proporcion me reagimin në këtë rast Pales e dëmtuar personit që ju mbroni. Mos ka qenë vetë mbrojtje policie ose thjesht ka përdorur forcën atë sa duhet për ta neutralizuar palën tjetër. Ju mirë shtua si ide, unë i kam parë videot dhe në momentin kur jam vendosur prangë dhe është neutralizuar qytetari të cilin mbroj, unë e parë dëmtuar Sefer Fetaj, ai është rritur në tokë dhe është goditur në mënyrë më brutale të mundshme, sepse jo rastisht prokuria tash ka vendosur të ndalohet polici, të suspendon nga detyra dhe tani pritet të dilet në masë paraburgimit. Ai ka sulmuar i parë në Kosovë që një policë në mënyrë brutale e sulmon një qytetar dhe gjithë aparati shtetëror është në krah një qytetari, solidarizohet me një dhunë të aparatit dhe kjo është për të përshëndetur. Zotë Gjini, ai ka sulmuar policët klienti juaj? Jo, ai ka pas vetëm një diskurs verbal dhe ka shpreh shqetësimin dhe indignatën sepse është gjobitur për një kundërvajtje, gjë që është normale. Ai ndoshta në formë revolte e ka grisur atë kundërvajtje, por nuk i jepet e drejta policit dhe duke bazuar në udhëzimin administrativ se në çfarë mënyre ku e ka bazuar që ta sulmojë qytetarin sepse e ka grisur kundërvajtje. Ai ka mundit ta arrestojë apo të merr mas diçka tjetër, po jo ta grushtojë, sepse ajo uniform nuk ja ka sjell baba nga shtëpia që ta kishte përdorur detyrën. E tani ai policia është i ndaluar dhe pritet të suspendohet dhe pritet të vendosë masa paraburgimit. Kjo është për të përshëndetur. E qartë, zotë Gjini, ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë sonë televizion special. Ku flasim tani për një 18 vjeçar që ka humbur jetën në Gjermani pasi njëjti raportohet se ishte